Përshëndetje dashur miq, pikërisht atëherë kur mendonim se parashivishi Maku u zhdu, ashtu si u kthy, publikon një këngë e cila sipas mendimit tim është, le të themi, jo e neveritshme. Se do ishte një ulje për neverin, por akoma më keq. Okej, unë nuk du të diskutoj zgjedhjet e askujt, sepse çdo kush është i lirë të zgjedhë e të bëjë atë çka do. Por ama unë mendoj se një këngëtare si ajo meriton pak më shumë dinjitet se sa ajo këngë. Dhe këtu nuk kam të bëj fare me Elton Ilirianin, sepse normalisht Elton Iliriani ka drejtën e vet bëj çfarë dojë dhe nuk du të ndërhyjë në jetën e askujt. Por ajo këngë nuk i përshtatet profilit të parashivishit Makut. Ajo këngë mund t'i përshtatet, se di, besoj askujt. Nëse ky është mendimi im, nuk e di nëse ju keni dëgjuar këngën, do ju lë linku në description ta dëgjoni dhe të më jepni të drejtë, se më di shumë mirë që do më jepni gjithë drejtë. Nëse keni mendimin tuaj ndryshe, atëherë mund ta shkruani. Nuk do i lexoj komentet, po prapë se prapë shkruajeni se na duan edhe komentet negative. Ciao.